Na bëjnë me dije se sa kanë qenë të gatshëm sahabët të bëjnë për pejgamberin alayhis salam. E kemi për shembull rastin e parë të Hazreti Aliut, i cili qëndroi në shtratin e pejgamberit alayhis salam, që pejgamberi sallam ta vazhdoi projektin e vet. A e di çka do të thonë çaj moment kur Hazreti Aliu ka vendosur të qëndrojë në shtratin e pejgamberit alayhis salam? Ajo do të thotë që ai e ka venduar veten e vet në rrezik, sepse ato kanë mund ta vrasin ata duke menduar se ka qenë pejgamberi alayhis salam. Duke i ditë të gjitha pasojat ka pranuar pas një kusht. E kjo është ajo interesante, domethënë duke i ditë gjitha pasojat, ai pranoi që qëndrojë në shtratin e pejgamberit alayhis salam, që pejgamberi të vazhdoje me planin e tij. Kjo është pse ndodhi kjo? Kjo ndodhi veç për atë se ai e dinte për kanë bankat, e bante fillimisht për Zotin, pastaj për pejgamberin e Zotit, që dashuria ishte jashtëzakonisht e madhe. Pastaj është rasti i vet Ebu Bekrit, i cili ishte shoqëruesi i pejgamberit alayhis salam gjatë udhëtimit. Është ai momenti i Ebu Bekrit kur kiçën në shpellë, aty kur futen te shpella strehohen 3 ditë me radhë. Në fillim Ebu Bekri çfarë bën? Ai hini pari në shpellë ta kontrollojë terrenin, mos ka ndonjë rrezik. Nëse eventualisht ka ndonjë rrezik, ai ta përballojë rrezikun, jo pejgamberi alayhis salam, mos dëmtohet ai. Pra, edhe këtu Ebu Bekri e vendon veten në rrezik që shpëtojë pejgamberi alayhis salam. Kjo është dashuria që e kishte për pejgamberin e Zotit. Pastaj është gjithashtu gjatë udhëtimit transmetohet në për literaturën islame se Ebu Bekri her pas here dilte ecte para pejgamberit alayhis salam dhe herë të tjera dilte pas pejgamberit alayhis salam. Disa herë bënte këtë gjë. Dhe Muhamedi alayhis salam e pyet në një rast, thotë Ebu Bekr, thotë pse vepron kështu? Ai thotë i dërguar i Zotit, ndonjëherë më vjen thotë se dikush do të na sulmoj prej para, edhe unë dal para që nëse na sulmon të mbroj unë, jo domethënë mos dëmtohesh ti. Ndonjëherë thotë më vjen se dikush na sulmon prej prapa, edhe unë dal prapa që të mbroj, nëse na sulmojnë ti jem unë, jo dëmtohesh ti. Edhe ky është një rast që gjithmonë sahabët nga dashuria e madhe që e kanë pas normal për Zotin numër 1, për Islamin dhe për pejgamberin e Islam, e kanë venduar veten e vet, jetën e tyre në pikpyetje, në rrezik që të jetë të vazhdojë pejgamberi alayhis salatu wasalam. Pra kjo është një mesazh tjetër që na jep hijreti